Papa Leoni emëron atë Flavio Cavallinin administrator apostolik të Shqipërisë së Jugut. Flavio Cavallini lindi në Verona të Italisë në vitin 1957, vesh i zhgurin franceskan dhe pas studimeve teologjike institucionale në vitin 1984 u urdhërua meshtar. Pas 2 vitesh vjen studimet pranë Studium Biblicum në Jeruzalem, duke marrë edhe titullin Laura Magistralis në teologjinë biblike në 1988. U dërguan në Shqipëri në vitin 1993, ndërsa udhëheqi për 3 mandate provincën franceskane shqiptare. Prej vitit 1994 ka dhënë kurse mbi shkrimin e shenjtë në Institutin Filozofik Teologjik të Shkodrës. Nga viti 2015 jeton në Kuvendin Franceskan të Tiranës dhe i përkushtohet formimit biblik të laikëve dhe katekistëve. Përveç disa komentarëve biblik, ka publikuar artikuj dhe studime mbi arkeologjinë e krishterë shqiptare dhe praninë e franceskanëve në Shqipëri. Prej fillimit të marsit të ati viti shërben si famullitar pranë kishës së Shën Antonit në Tiranë. Me këtë emërim vinte përshëndetja i Mzot Gjergj Metës për emërimin e atë Flavios si administrator në jug të vendit. Shumë i dashur atë Flavio, me shumë gëzim morën lajmin e emërimit tënd si administrator apostolik i administratës apostolike të Shqipërisë së Jugut. Ati i shenjtë ka zgjedhur si udhëheqës të një realiteti misionar shumë zështrir, gjeografikisht dhe mjaft kompleks, një misionar që ka ardhur në Shqipëri qysh në fillimet të hapjes së kishave pas periudhës së egër të regjimit komunist. Si president i konferencës i peshkovore të Shqipërisë, të uroj mirëseardhje në këtë konferencë, shpresoj shumë që së bashku me i peshkëvit e tjerë do të punojmë për mbretërinë e hyjit dhe ungjillit në Shqipërinë tonë. Falenderojmë Zotin dhe Atin e Shenjtë, Papa Leonin që ka menduar për ty si bari administratës apostolike të Jugut. Nana e Këshillit të Mirë, pajtoria jonë dhe shërmarku ungjilltar, të qofshin gjithmonë krah në punën tënde, të shoqërojmë me lutjen dhe afërsinë tonë.